Heroizmi i dëshmorëve të lirisë, lulja çlirimtare që rrezatonte rreze lirie. Emision tematik dokumentar kushtuar dëshmorës së kombit, Luljet Shala. Krahas djalorisë atëdhetare shqiptare në luftën e ushtrisë së çlirimtare të Kosovës, u radhitën edhe shumë bija liridashëse nga mbar trojet e Shqipërisë. Ndër vajzat e para që vullnetarisht u radhitën në njësitë të ushtrisë së çlirimtare të Kosovës, ishte edhe Luljet Jahir Shala nga Krajkove Drenicës. Prindërit e Luljetës, Jahiri dhe Naza, lindën e rritën 11 bije, Luljetën, Sebahatën, Sedatin, Shpendin, Muhametin, Besën, Meritën, Esatin, Liridonën, Artën dhe Flamurin. Baba i Jahiri nuk I mori me vete fëmijët në Gjermani, ku ka punuar për shumë vite dhe ku ende punon për të mbajtur familjen. E lindur në një familje me ndjenja të përkushtuara atëdhetare, Luljeta jo rastësisht kishe marrë rrugën e luftës për liri. Baba i Jahiri ishte I burgosur politik. Ai për herë të parë ishte burgosur në demonstratat e vitit 1981, ku kishte vuajtur 2 muaj burg. Herën tjetër në vitin 1990 për pjesëmarrjen në demonstrata kundër regjimit okupator serb, po ashtu dënohet me 2 muaj burg. Vazhdimisht ishte përndjekur nga regjimi. Për të shpëtuar një vrasje të kurdisur nga disa bashkëpunëtorë të serbëve, Jahiri në kurrik të vitit 1992 largohet nga Kosova dhe kërkon azil politik në Gjermani. Agja I Luljetës, mjeku Hafir Shala, kishte vuajtur dënimin prej 5 vjetësh në burgun e Prizrenit të Lepoglavës dhe Staragradishkës. Konsiderohet I zhdukur që nga 10 prilli vitit 1998. Djali I Agjës Sahiti është martirizuar në demonstratat I vitit 1990 në Drenas, ish Glogoc. Luljet Shala lindi më 2 tetor të vitit 1977 në Krajkov të Drenasit. Shkollën fillore e krye në vendlindje, ndërsa që nga klasa e 5 mësimet I ka vijuar në Drenas. Shkollën e mesme Gjimnazin Skënderbeu, drejtimi matematikor natyror e kreu po ashtu në Drenas. Si nxënëse në shkollën e mesme ishte antar e grupit muzikor të shkollës. Mori pjesë në disa koncerte të mbajtura në komunën e Drenasit dhe në Komoran. Pas vrasjes së disa policëve serb në Drenas në pranver të vitit 1993 dhe pas vendosjes së policëve në udhkryqjen e rrugës Drenas-Prishtinë, Luljeta dhe kushërira e saj, Zyrafetja, derisa po shkonin në shkollë, ndalohen dhe torturohen fizikisht nga policia serbe. Këtë rast e kishte shënuar edhe Këshilli për mbrojtjen e lirive dhe të drejtave të njerëzit në Drenas në kronologjinë e tij të rregulltë së përjashmës Zëri. Duke qenë se më 28 nëntor të vitit 1997, ushtria çlirimtare e Kosovës kishte shpalosur publikisht përcaktimin për luftë armatosur kundër forcave pushtuese, Luljetës sikur ju shua dashuria për studimet. Ajo tashmë kishte një dëshirë dhe një ideal të vetëm, të kontaktonte me çlirimtarët dhe të radhitej në mesin e tyre. Në pranver të vitit 1998, Luljet Shala së bashku me Selvete Elshanin, me Lihate Hoxhën, me Gjide Thaqin, Magfire Thaqin e trimëreshat të tjera, fillimisht paraqitet vullnetare në shtabin ushtarak të Drenicës në Likoc, me qëllim për të kryer stërvitjet ushtarake. Luljeta, Selvetja, Megjidja, Magfiria e trimëreshat të tjera ishin përcaktuar të vepronin operativ në frontet e luftës çlirimtare. Pasi kryen stërvitjet ushtarake, Luljeta së bashku me bashkëluftëtarët e saj sistemohet në njësitin vëzhgues, Guri 3, njësit se vepronte në malet e Kozmaqit dhe në fshatrat Bajice Elshanit, Domanek, Krajkov, Lapushnik. Pika luftarake e këtyre trimëreshave që caktuar në fshatin Poter, afër grykës së Lapushnikut. Ajo ishte takuar me disa nga pjesëtarët e ushtrisë së çlirimtare të Kosovës gjatë muajit prill të vitit 1998.
Pas disa konsultimeve që i kishin bërë, Luljeta lejohet të inkuadrohet në radhët e UÇK-s. Inkuadrimi i saj në radhët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës bëhet më 15 maj. Ajo vazhdon një kurs trajnimi ushtarak në grupin e femrave ushtare në Likos të Skënderaj, deri më 9 qershor 1998. Luljeta kishte demonstruar aftësi dhe shkaftësi luftarake në përdorimin e armëve dhe në gjuajtjen në distanca të ndryshme. Këto trajnime ishin bërë nga trajnuesja dhe udhëheqësja e grupit të femrave Gjev Krasniqi Ladrovci, si dhe nga ushtarja nga Gjilani, Shqipja. Selvete Elshani, Shqipja dhe Melihate Hoxha rrëfejnë se Luljeta ishte treguar më suksesshmja në gjuajtjet me armë zjarri. Duke qenë se ishte aftësuar ushtarakisht që nga ajo kohë ajo sistemot në grykën e Lapushnikut në njësinë Guri 3 të brigadës 113, brigadë e cila më vonë mori emrin e dëshmorit Muj Krasniqi. Aty Luljeta fillimisht ka shërbyer si police ushtarake, kurse më vonë si luftëtare në pikat e frontit. Në barrikadat e grykës së Lapushnikut shërben për 2 muaj, ku merr pjesë dhe shquhet në luftimet e ashpra, të cilat janë zhvilluar sidomos më 25 dhe 26 korrik të vitit 1998. Ajo ndodhej në frontin e luftës bashkë me vëllain Shpendin, aso kohë 18 vjeç, dhe me të zgjedhurin e saj Hysen Bujupi, i njohur me emrin e luftës Luani, i cili gjatë ofensivës në Lapushnik plagoset nga prerët e armës armike. Gjatë qëndrimit në këtë njësit, Luljetës ju besua detyra mbikëqyrjes së grupit të femrave ushtarë që vepronin në këtë pikë. Vazhdojnë pastaj betejat e tjera, si ofensiva 25 dhe 27 shtatori të vitit 1998, ku merr pjesë edhe Luljeta. Me rastin e riorganizimit dhe ristrukturimit të ushtrisë së çlirimtare të Kosovës, Luljeta me bashkëluftëtarët e saj sistemohet në kompaninë e 3 të batalionit të 2 të brigadës 113, të cilën e komandonte Ramadan Qerim Elshani, kompania e cila vepronte në fshatin Krajkov. Duke qenë se ishte kalitur në luftime dhe beteja, Luljet Shala i bashkohet radhave të luftëtarëve të komandantit Muj Krasniqi, të cilët në nëntor të vitit 1998 deportojnë në Shqipëri, me qëllim për të furnizuar me armë dhe municion, me që ato pak rezerva që ishin qenë shpenzuar në ofensivat e Verës dhe të Vjeshtës të pa ati viti. Nga njësiti Guri 3, kishin bajtur për armatim Luljet Shala, poeti, piktori dhe profesori Gani Elshani, bashkëvendes i Luljetës, pastaj Emin Thaçi, Gjevat Thaçi, Agron Mehmeti, Fehmi Hoti, i zgjedhuri i Luljetës Hysen Bujupaj, Luani e të tjerë. Prej fillimit të nëntorit e deri më 14 dhjetor 1998, luftëtarët e komandant Muj Krasniqit kishin qëndruar në Shqipëri. Për shkak të dimrit dhe dëborës që kishte rënë, ata disa herë bëjnë përpjekje për të depërtuar nëpër Alpët shqiptare, por ishin kthyer. Pikat nga duhej të depërtonin ishin zënë nga ushtria dhe policia okupatore serbe, si dhe nga dëbora e acari ati dimri. Luljeta kishte një kondicion të mirë fizik. Ishte shtat lartë, me trup të shëndosh dhe shumë e fuqishme. Po ashtu kishte talent në përdorimin e armës, prandaj edhe shumë shpejt e kishte zotëruar atë. Nga fiziku e bukuria e saj, pastaj nga shtati si Shtoj Zëvalle dhe duke e krahasuar me vajzat Trimëresha të Sulit, bashkëluftëtarët e quanin Suliotja. Duke evokuar kujtimen nga koha e qëndrimit në Shqipëri, luftëtar Agimi nga Plushina e Drenicës tregon se gjatë stërvitjeve dhe provave në qitje në bazën e UÇK-s në Cahan të Shqipërisë, Luljeta çdo herë kishte korr sukses si shenjtare e shkath. Më 13 dhjetor 1998, Muj Krasniqi u kishte mbajtur një fjalë bashkëluftëtarëve. A i kishte kërkuar nga ata që ishin fizikisht të aftë për të përballuar motin me dëbor dhe acar, të përgatiteshin për të hyrë në Kosovë, me që ishte luftë dhe kudo që të ndesheshin me forcat armike, duhej të luftonin. Ata që nuk mund të ju përballonin kushteve të rrugëtimit, duhej të prisnin në radhë.
Asnjëri prej 143 luftëtarëve të lirisë nuk ishte kthyer pas. Të nesërmën, më 14 dhjetor, formacioni i luftëtarëve të lirisë, i cili përbëhej nga luftëtarët e të gjitha viceve të Kosovës, ishte nisur për të kaluar pash më pash nëpër malet e pashtrikut plak. Në ballin e kolonës printe komandant Muj Krasniqi, vëllai i tij Aliu, luftëtari dhe rapsodi mirënjohur Beqir Gashi, poeti dhe piktori Gani Elshani, profesori fizikës Rifat Mziu, lulja lirimtare që rrezaton Tereze Lirie, Luljet Shala, Hysen Bujupaj, si dhe dhjetra luftëtar e luftëtare të dalluara të ushtrisë së lirimtare të Kosovës. Rrugën për të kaluar në lartësinë bidetare 1700 metra të rrëpira të pashtrikut, të mbuluar me dëbor vende deri në 2 metra, e kishte marrë edhe Luljet Shala, e cila përveç me armën personale ishte ngarkuar edhe me municion rezervë. Ajo ndodhe e shoqëruar nga i zgjedhuri i saj i zemrës, Hysen Bujupaj. Në mëngjesin me acar të dimrit, më 14 dhjetor, luftëtarët e lirisë pasonin kolonën, të cilës i printe komandant Muj Krasniqi. Me të arritur në vendin e quajtur Telikenet e Hasit, forcat serbe të pozicionuara në prit sulmojnë kolonën dhe godasin pikrisht në radhët e para. Sulmi kishte qenë i planifikuar hollësisht nga forcat armike, të cilat kishin filluar breshërinë e goditjeve, pasi që shumica e luftëtarëve ishin futur në rrezën ku vepronte arma armike. Kishin filluar përleshjet fyt për fyt, ndërsa luftimet kishin zgjatur disa orë. Në fushën e nderit dhe në altarin e atë dheut, bie komandant Muj Krasniqi dhe 34 dëshmorë të tjerë të lirisë. Në mesin e tyre edhe Trimoreshe Drenicës, bie e Krajkovës, Luljet Shala, kishte përskuqur dëborën e bardhë të pashtrikut me gjakun e saj të kulluar. Afër saj kishte rënë edhe i dashuri i saj, Hysen Bujupaj nga burimi. Trupat e rënë të dëshmorëve ishin tërhequr nga morgu i Prizrenit. Ne i bashk luftëtarët e kësaj jane në shkollën e fshatit Krajkov organizuam pritje për ngushëllime, me që shumica të rëndëve ishin nga rajoni Drenicës. Thot, ish komandanti i kompanisë së 3 të batalionit të 2 të brigadës 113, luftëtari i mirënjohur nga Krajkova, Ramadan Elshani. Më 21 dhjetor 1998, trupat e 35 dëshmorëve, në mesin e tyre edhe trupi i komandantit Muj Krasniqi, bashkëluftëtarët e tyre me nderime ushtarake i varrosin në varrezat të dëshmorëve në fshatin Polas të Drenicës. Atje prehet e qetë në përjetësi edhe Luljet Shala, lulje e Bajrakut të lirisë, e cila do të mbetet në kujtesë për trimëri, shpirt, sakrificë dhe idealizëm të atëdhetarisë. Melihat e Hoxha, bashkëluftëtare dëshmorës e pjesëtare njësitit Guri 3, në pikën numër 6, duke sjellë në kujtesë Luljet Shalën thotë, që nga 8 qershori i vitit 1998 deri më 9 nëntor të po atij viti, kur një grup i njësitit ton ishte nisur për armatim në Shqipëri, Lulja ka qenë pjesëmarrëse aktive në të gjitha luftimet të zhvilluara gjatë kësaj periudhe. Gjatë stërvitjeve në Likoc, Lulja ka treguar aftësinë e stërvitje dhe gatishmëri për t'u ballafaqur me armikun. Duhet veçuar me këtë rast stërvitjet në përdorimin e armëve të zjarrit. Luljeta kishte shënuar rekord dhe për këtë ekzistojnë sa e sa dëshmi. Lulja ka qenë luftëtare me karakter të fortë, gjithmonë e qeshur dhe me humorin e saj të lindur na bënte t'i harrojmë edhe momentet më të vështira. Me këngën dhe zërin e saj melodik, ajo na mbante lart moralin dhe bënte që të ndiheshim më të fortë përballë rebeshëve të asaj kohe. Personalisht, humbjen e saj e kam përjetuar shumë rënd, si shoqe dhe bashkëluftëtarëve të saj. Ka qenë pikëllimi im më i rënd që e kam ndjerë gjatë jetës sime, sepse të humbësh një shoqe të luftës është shumë e rëndë. 3 vjet pas rënjes në altarin e atë dheut, Luljet Shalës dhe të dashurit të saj Hysen Bujupaj u është ngritur lapidari për bashkët në burim, pastaj një plak përkujtimore është vënë në vendin e rënjes dhe një plak tjetër është përjetësuar në kompleksin e dëshmorëve në Drenas.
Për jetën dhe veprën e dëshmorës Luljet Shala janë botuar shkrime në të përjafshmen Zëri, në gazetën Zëri Kosovës, pastaj në gazetën e përditshme Rilindja e shkrime të tjera. Familja Shala e Krajkovës për bien dëshmore ka marrë mirënjohje nga shtabi i përgjithshëm i ushtrisë së çlirimtare të Kosovës, nga Ministria e Mbrojtjes së Qeverisë së Përkohshme të Kosovës, nga Kuvendi Komunal i Drenasit dhe nga shoqata e familjeve të dëshmorëve. Janë publikuar disa shkrime për këtë dëshmore të lirisë në shtypin ton ditor dhe periodik. Dëgjuat Heroizmi i dëshmorëve të lirisë. Emision tematik përkujtimor kushtuar dëshmores së kombit Luljet Shala. Teksti u interpretua nga vëllimi i shtati monografisë Feniksët e Lirisë. Lexuan Arban Qeriqi dhe Mirvete Uka. E përgatiti redaksia e emisioneve për dëshmorët e kombit e Radios Kosovë e Lirë.